Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos e hidhni më. Lëngu i turshive shëron këtë problem shëndetësor, shumë të përhapur. Lëngu i turshive është shumë i mirë për shëndetin, sidomos për personat me aktivitet të lartë fizik, edhe për ata që kanë vendosur të bien në peshë me stërvitje. Deri pak kohë më parë, ekspertët supozonin se lëngu i turshive ndihmonte te ngërçet dhe dhimbjet e muskujve, dhe rezultoi se ata kishin të drejtë. Sipas The Elside, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet më të mira të lëngut të turshive në dietën tuaj, gjithmonë ato të përgatitura në kushte shtëpie. Lëngu i turshive ndihmon në qetësimin e muskujve. Një studim i publikuar në revistën Medicine and Science zbuloi se meshkujt të dehidratuar vuajnë më pak nga dhimbjet muskulare pasi kishin pirë lëng turshie. Për të arritur efektet të dëshiruara mjafton pak më shumë se një gjysmë filxhani me lëng turshie në ditë. Lëngu i turshive ndihmon gjithashtu me hidratim. Shumë njerëz janë të mendimit se uji është lëngu më i favorshëm për të hidratuar pas stërvitjes, por kjo është pjesërisht e vërtetë. Uji me të vërtetë të bën mirë nëse jeni stërvitur për një orë ose më shumë, por nëse stërviteni për orë të tëra ose në temperatura të ngrohta, nuk ka më shumë se lëngu i turshive. Ky lëng është i pasur me natrium dhe kalium që përshpejton hidratimin. Natriumi dhe kalium janë elektrolite natyrale të cilat bien gjatë djersitjes. Lëngu i turshive përmban shumë elektrolite të tilla. Pas një djersitje afatgjatë, ky lëng ndihmon trupin të rikthejë më shpejt nivelin e elektroliteve të nevojshme. Lëngu i turshive është lëng pa yndyrë dhe që vjen gjithashtu në ndihmë të shëndetit tuaj. Nëse po përpiqeni të humbisni në peshë, atëherë me siguri që po qëndroni larg pijeve të shumta me kalori. Gjatë stërvitjes është më mirë të pini lëng turshie sesa pije të tjera kalorike që mund të jenë të shijshme, por nuk kanë asnjë efekt në marrjen e elektroliteve ose në zbutjen e dhimbjeve muskulare. Lëngu i turshive është i përballueshëm nga ana financiare. Nëse jeni konsumator të rregullt të turshive, duhet të dini që nuk keni nevojë të shpenzoni shumë para. Edhe nëse nuk hani turshi, mos refuzoni lëngun e turshives, një alternativë shumë të lirë për të gjitha pijet më të zakonshme që rekomandohen gjatë stërvitjes. Ajo përmban gjithashtu edhe plot antioksidant. Lëngu i turshive ka sasi të larta të vitaminës C dhe të vitaminës E, që janë antioksidant të shkëlqyer. Antioksidantët mbrojnë organizmin nga molekulat e dëmshme ose si një ndryshe radikale të lira. Secili prej nesh është i ekspozuar ndaj radikaleve të lira, ndaj një dietë e pasur me antioksidant është gjithashtu një ide shumë e mirë. Gjithashtu vitamina C, vitamina E forcon sistemin imunitar dhe luajnë një rol fantastik për organizmin, citojnë ekspertët e Healthline. Mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në përpjekje për të rënë nga pesha. Lëngu i turshive përmban shumë uthull. Konsumi ditor i uthullës në doza të vogla ju ndihmon të bien në peshë, por gjithashtu edhe mund të përmirësojë organizmin tuaj tretës. Lëngu i turshive ndihmon në rënien e niveleve të sheqerit në trup. Një studim i publikuar në revistën për kërkime shkencore për diabetin, të cilës i referohemi sipas The Elside, holli më shumë dritë mbi të mirat që vijnë nga konsumi dozave të vogla të uthullës përpara vakteve. Studimi tregoi se uthulla ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit pas vakteve te njerëzit që vuajnë nga diabeti 1 ose 2. Është i ekuilibruar një nivel i sheqernave aq më të shëndetshëm mund të jeni edhe në mbajtjen nën kontroll të këtyre luhatjeve. Lëngu i turshive do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit, por gjithmonë duke u konsumuar brenda normës së lejuar dhe gjithmonë lëngu i turshive i përgatitur vetë në shtëpi. Ka të dhëna se lëngu i turshive është një recetë shumë e mirë shtëpiake kundër urthit ose refluksit të acidit. Ky problem ka të bëjë me kthimin e zofag të acideve në stomak. Lëngu i turshive është një mënyrë shumë e mirë për të marrë laktobacile, bakteri të shëndetshme për stomakun, që gjenden në mënyrë natyrale tek kastraveci. Por në rastin e kastravecit, lëngu i turshive industriale nuk ka probiotik, sepse këto bakteri largohen gjatë përpunimit dhe fermentimit. Ndaj ju këshillojmë të konsumoni lëngun e turshive të bëra në shtëpi dhe kurse si atë të turshive të përpunuara. Uthulla është një përbërës kryesor i turshive. Megjithatë, duhet të keni kujdes që të mos e konsumoni në sasi të mëdha, pasi mund të përkeçojë urthin, gjithashtu edhe problemet e refluksit.
Lëngu i turshive është i pasur me antioksidant, çelësi qëndron gjithmonë te sasia. Sa më e pakët jetë, aq më shumë përfitime do të ketë edhe në mbrojtjen e shëndetit. Lëngu i turshive ka sasi të lartë të vitaminës C, të vitaminës E dhe përmban gjithashtu antioksidant të shkëlqyer. Antioksidantët mbrojnë organizmin nga qelizat e dëmshme, ose siç njihen ndryshe radikalet e lira. Ndaj, edhe ekspertët cilësojnë zgjidhje më të mira natyrale kundër këtyre shqetësimeve dhe në betejën kundër komplikacioneve. Secili prej nesh është i ekspozuar vazhdimisht ndaj radikaleve të lira, ndaj një dietë e pasur me antioksidant është gjithmonë një plus i shtuar për organizmin, gjithashtu edhe në mbajtjen e shëndetit tuaj më të fortë, edhe gjithashtu edhe në uljen e komplikacioneve. Vitamina C dhe vitamina E që gjenden tek lëngu i turshive do t'japë gjithashtu edhe rezultate më të mira në forcimin e organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të përmirësoni peshën tuaj trupore, atëherë lëngu i turshive do t'jetë një alternativë e shkëlqyer për të shtuar vazhdimisht në dietën tuaj. Një studim i publikuar në revistën për kërkime shkencore të diabetit, të cilit i referohemi, holli më shumë dritë mbi përfitimet që vijnë për shëndetin tuaj nga lëngu i turshive, që cilësuan atë si një zgjidhje natyrale edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Sigurisht, në kombinim me dietën e duhur dhe në mbikëqyrjen e një eksperti, rezultatet që do të merrni nga konsumi i lëngut të turshive do të jenë mbërslënse për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Utullat të lëngu i turshive do të ndihmojnë me tretjen. Ushqimet e fermentuara janë shumë të mira për sistemin tretës, sepse inkurajojnë rritjen dhe zhvillimin e bakterieve të mira për stomakun. Nëse jeni në kërkim të një recete natyrale kundër këtyre komplikacioneve, atëherë lëngu i turshive do t'japë rezultate fantastike mbreslënse në dobi të shëndetit. Konsumojini gjithmonë racione të vogla gjatë vakteve. Konsumoni ushqime të shëndetshme për zemrën me pak yndyrë. Kryeni aktivitete të rregullta fizike, nëse jeni mbi peshë, përpiquni të humbisni disa kilogram shtesë. Gjithashtu, shmangni duanin, alkoolin dhe ushqimet me kafeinë dhe ato me yndyrë të lartë, në mënyrë që të merrni përfitime të duhura në dobi të shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndjekja e kësaj rregullore do të jetë më e lehtë për të përmirësuar gjendjen tuaj. Të gjitha hapat e mësipër ndihmojnë në zbutjen e shenjave të urthit. Gjithashtu, evitoni edhe ushqimet e shpejta. Hani disa produkte sa më natyrale, të cilat mund të ndikojnë në nxitjen e një organizmi të shëndetshëm dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të keni një organizëm të fortë dhe një trup më të shëndetshëm, lëngu i turshive duhet jetë një alternativë e shtuar e dietave tuaja. Çelësi qëndron gjithmonë te sasia e konsumimit. Sa më natyral të jetë lëngu i turshive, aq më shumë përfitime do të keni në dobi të shëndetit. Gjithmonë, teprimi me çdo ushqim mund të jetë një zgjidhje e gabuar. Lëngu i turshive është një zgjidhje natyrale edhe për qetësimin e muskujve. Një studim i publikuar në revistën Medicine Science zbuloi se meshkujt të cilët vuajnë më shumë nga dehidratimi do ta kenë më të lehtë të përmirësojnë shëndetin e tyre duke përdorur lëngun e turshive në dietat e përditshme. Kjo është një alternativë e shkëlqyer në mbrojtjen e shëndetit dhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, sigurohuni që lëngun e turshive ta keni zgjidhje sa më natyrale për shëndetin. Lëngu i turshive do të ndihmojë trupin tuaj edhe kundër dehidratimit. Ndaj, sigurisht, përgatitja e recetave të ndryshme me këtë lëng do të japë rezultate fantastike në betejën kundër dehidratimit. Gjithashtu, ai është i pasur plot me antioksidant të rëndësishëm për organizmin tuaj, dhe kështu do të keni rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.